Ka njëri për cilë, thamë, ju sa mi po dukot një vajzë, një djallë, një sa, po i thotë, për çdo ose o vesh në stil urban, o vesh në stil elegant, po më shumë e kam syrin më shumë ka vesha elegante, për cilë më shumë, ku janë vesha zyrtare, më shumë e vdojnë syrin andej. Edhe definitivisht, po mdokut që me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, jo pse ndoshta nuk jemi vesh për para mirë, po mdokut që e kam një farë përshtypje që njerëz ndoshta sa më tepër që po udhtojnë, mandej është një farë inspirimi kur të kthehesh edhe inspirohesh definitivisht për njerëzve që ndoshta ke mujt me i pa jashtë vendit, po në përgjithësi si vend, po mdokut që kogja mirë dukemi edhe i kushtojmë shumë rëndësi veshjes. Unë shumë ka raste shumë po flasë për shtetet ballkanike, për polis pare, për shtetet ballkanike një veshje më mas bukri. Po i shohë në pjesën territorë tonë, po në një pak si ma që veshje kena një stil më të veçantë. Definitivist. Kur e përmende pak ma herët që ndoshta syni definitivisht i kap ndoshta ata që janë vesh pak ma elegant. So ndoshta kemi njerëz që në përditshmërinë e tyre, ndoshta edhe pse në punën ku ata ndoshta janë të punësum, jo në mënyrë obligative e kanë ndoshta për me u vesh në mënyrë ma klasike, në mënyrë ndoshta pak ma elegante, ti është ndoshta e njëjtë nevojshme përbutët pak me karakterin e tyre, po mandej so ajo botë shprehi që ajo që me urrit në qatë frymë edhe çdo det pa e pas obligim me u vesh në një formë pak ma elegante. Për dallim ndoshta për njerëzve tjerë që në formë elegante veshën veç kur kanë najnë ajë darë, se mëse diçka pak ma specifike. Në fillim, kom pak në koma të re, ma shumë ka, kur në ka ra shumë me kështu televizion, pa fjalla për para, ma shumë ka pëlqy veshët gazetareske. Pse veshët gazetareske? Se vesh gjysë urbane, gjysë e ka veshën gjysë elegante. Ajo veshë gazetareske. Pse për para nuk o do pjesa e poshtme, ka shku vish pjesën e nalve për më do kanë pak ma bukër. E sot? Sot është i trend. Është definitivisht. Po mdokët... Një atletet bukra, një gjinse, një këmish, një kolare, është më interesant. Edhe është gjithçka okej. Unë thash pak më herët që krahas ndoshta krejt trendeve që po i përcjellim gjatë këtyre viteve, kemi me fol pak edhe për rrugtimin tënd artistik, ndoshta nëse kthehemi pas në kohë dhe flasim për të kaluarën edhe për fillimet e tua, tregon pak çu ka nisë gjithçka së kohë. Unë si Albani ma shumë ko një kohë, kom pas shumë, kohë ma i ri, kom pas që pak me ndër shumë në gjyra, me pas me veshën diçka tjetër, më kom pak ma i veçanë ma veçanë se tjetër, që që më parë të shumë. Edhe kom dosh me po, tani në kalimin e kohës, hajtë ka pak diçka tjetër, e tani për e viti 2017, për 2017 kom bo si loj brendi, si loj bezdisi, si janë, edhe tani ka qarkullu, pak me vazhdësi, pak mirë, pak veçtësi, pak mirë, ko kërëdërisht ashtë për momentin është mirë. Mirë ka po kërëdërisht është mirë. Sot